E kur jemi të patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, që lirues drejt barazis me popujt e tjerë. Kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushoj pak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojmë. Po mas ne i tha, po pushoj pak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korupcion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekundat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin tonë, vazhdon edhe pak pas vdekjes, sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne.